Makuteri është nxjerrja e filmimeve që kanë ndodhur, pavarësisht faktit, edhe ju urojmë shërim shpejt, por Makute është kush e nxjerr videot e parlamentit, sepse këto janë kamerat e parlamentit që s'mund dalin këto për është nonsens për i publik të gjatë. Megjithatë kanë gjykuar në veprim të tillë. Veprimi jonë është që çdo deputet duhet njihet me material para se të shkojnë në seancë votimi. Po, është normale që të rrëmbehen këto materiale konfidenciale zoti Korreshi. Fjala rrëmbim më duket shumë e rëndë dhe ta shpjegoj pse është e rëndë fjala rrëmbim. S'pari njëherë ambientet janë pranë ambientet e parlamentit që aksesojnë deputetët. Unë nuk e di kush e akseson sipas jush seancën e. Mënyra si mori? Po kush e pa mënyrën se si mori? Pse i më hap shpejt? Po, dakor, qoftë ikëm më hap, sepse askush nga ju nuk di se si mori. Sepse shoku Niko nuk thot lexojini në prezencë të. Qoftë të kishte material kaq konfidencial, duhet ishte kryetari i sigurisë kombëtare, Komisioni i Sigurisë Kombëtare që të aksesonte të mbante atë material dhe jo një punonjës parlamentit. Tani, a kush ka më rëndësi sipas jush, një deputet që duhet votojë atë akt apo një punonjës parlamenti që nuk e voton atë akt? Ma shpjegoni kush është më rëndësishëm? Atë ne që kemi lënë groshin e deputetët, përderisa edhe shoku Niko na tha, shko merreni, pra vetë nuk doni shko merreni. Kjo merreni ishte dhe ne shkuam bashkë me kryetarin e grupit parlamentar dhe pam që ishte vetëm një kopje, nuk i jepe. Pra do të marrësh randeve gurit, bësh pronotimin, se ku do ikim me pushime, jo. Po kërkesat ndaj Spakut u diskutuan në këtë vit? Jo, sepse nuk u diskutuan në asnjë moment, sepse sipas deklaratave që dolën aty, është referuar drejt për drejt nga deputetët e Partisë Socialiste. Nuk ka qenë objekt fare kjo pjesë për sa i përket. Ka qenë edhe dënimi, duhet parë edhe koherenca midis rregullores dhe mënyrës së saj dënuar për 60 ditë.